Fif, si gjithmonë kënaqësi shumë e madhe, thash edhe jashtë kamerës, e kom nis karrierën me intervistë me ty dhe duket që më ka ecë mbar e nuk po e mbaroj. Jo, do se është veç fillimi. Jo, e bjen që edhe na jena tu e vazhdu edhe tu rrit edhe ti me neve vazhdu. Kënaqësi shumë e madhe, kam shumë emocione krateje se ka qenë një prej koncerteve më të mira që i kom pa. A më tregon sa kohë të mori përgatitja dhe që shkoj gjithçka. E kena nis me e kena qit idenë prej në shtator, edhe kena hedh ideja tonë kohën deri në janar, eksaktësisht do më thonë që jina ato e buk të gjën kemi 3 muaj e gjys, që kemi fillu me prova, me gjëra, me bota man. Do më thonë, ideja të hedh edhe më përpara, po që e kemi këthim praktik është mas vitit ri. Po, Lapse Letër, ku erdhi ideja që ta zgjedhësh pikërisht këtë titull? Lapse Letër, sepse Fifin këtë e njohim me Lapse Letër. Unë jam tekst shkruese, kantautore edhe normalisht që u dashke me alon emrin koncertit që ashtu që shumë përfaqëson mu. Nëse flasim për projektet e kalumës, kjo ishte gjithçka live, apo ta konfirmojmë një herë për gjithmonë? I swear to God, po. Nuk e di që shkom kënu, inshallah s'kom stonu, ama e di që e këni qenë për... A je mirë, jo? S'kam za, a kuptan? Jam mirë. Sa këngë kishte krejt koncerte dhe a pate ndoshta pak hatërmbetje me ndonjë prej kolegëve që erdhe, a i keftua si ka ftu? Nuk kam asë njëherë hatërbetje me kolegë, edhe unë nuk kom pas mundësi me shku të shumë prej tyne, prej eventeve që kemi, prej planeve që bojmë, a kuptan, nuk kom ngell kur hatërin për këtë gjën, jam falenderues krejt atyne që janë kanë sonte këto, ma kanë bo zamër malë se është nisja e një gjëje shumë të madhe që këna me bo edhe shqyr Zotit po vjen koha e lajfit. Do me thonë një prej mesazheve më të mira që kom dëgju pra po tham kohëve të fundit, sepse kjo muzika playback duket sikur na ka liru pak edhe na ka bo ma përtac. Qa do ju thojë ndoshta atyre njerëzve që jënë du të prit akoma se çka do sjell Fifi, sa po e ke publiku me Pirro Qako, po vera duket që do jetë nxehtë. Kam shumë këngë të bukura. Një prej tyne e radhës është me Oriola Marashin, singles edhe pas ne vazhdojmë bashkëpunimet e tjera. Po shpresoj shumë që kanë mu përqafu këngë, qashtu që kena punu me shumë dashni edhe me shumë zellë në to edhe veç dashni kena me thonë. Për fund, Lapse Letër, a do jetë edhe në Prishtinë? Po, do jetë edhe në Prishtinë, do jetë edhe në përvenet tjera Shqipni-Kosovë, përveç Prishtinës, me datë 25 prill 2023, Lapse Letër e nisi si parin dhe vazhdon turin. Fifi, kënaqësi shumë e madhe, nuk po marrim kohë se janë njerëz të pritur të përqafu. Ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit juve që keni ardhur. Nuk e di, shumë faleminderit. E di që ke edhe emocione, kështu që faleminderit. Shumë faleminderit.